rikthyer në spektaklin tuaj, pas marketingit dhe humorit, ecim tutje me një personazh tepër të veçantë. Një luftëtar, një kombëtar, një aktivist mbar kombëtar. Vjen sonte për të rrëfyer një jetë tepër të veçantë. Zonja zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, luftëtari i lirisë, zotëri Zenel Krasniqi. Zenel, mirë se erdhe. Si, e burë dhe. Zenel, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Ka si je? Mirë. Kanë kaluar shumë vite, në realitet, në veprimtarin tënde, nëse fillojmë. Edhe më herët, ka viti 78-79, deri më sot, bëjnë goxha shumë, ja 45 vjetë. O, Marnej, kënaqësia me madhja që takova, jesh në Shëmirë. Dikur i na njoftë si amator me këngë, me çiftelie, me... Ne mi njoftë në 83-ën në Glogocë. Në revistën e Glogovcit, shoqënitë kulturartistike. Jo shoqënia Unikut. Shoqënia Unikut edhe ish Shpresa Deçanit. Mas pari ish Shpresa Deçanit, në 82-ën e formum shoqëninë e Unikut. Atëherë kom marrë pjesë me fylli si filltar, kom marrë pjesë në Glogovc të Shaqirazi, kom marrë pjesë në Shot, ku keni qenë... Edhe fyllit edhe defit i kera. Jo, defit i kera e mrush Goqi. Goqi. Smajl Hoxha i bike Tupanit. Po fyllit që i bie, e ke pas trashëgimi, kështu ku e mësove fyllin? Ja nisa me fylli, me klarinet, 2 herë u bone opresion pe klarinetit, edhe më duh milion, hala kom klarinetin të shpia. A, ke klarinetin? E kom klarinetin. Në më thanë, e synoj e klarinetin? E synoja klarinetin me dringen në Gjakovu. Në shoqënita e Dardushit, ata kom pas si mësus, me mësue, edhe s'arrita as një koncert me dal me klarinet. Atër me fylli. Po, për fylli jam një mirë. Ke vazhdu deri vonë? Po. Deri sa më pas nuk kanë fillu këto probleme tjera të ndjekjes e të... Naim ke qenë artist, ju, Meria, Sabri Fezullahi, Alia, Shkurta, Shëreti, Fatime Shënica, Vjolca Buqaj, të kujtohet shumë mirë, turnet në për Kosovë, arma janë ish atëherë, qëllimi me formu folklorin edhe me fyje sërbt. Po. Me i dhanë frymë, me i dhanë çdo sistemi ka traditës, asaj që evidenton të shqiptarin kështu. Shumë personalitete, shumë njerëz nuk e kanë kuptue që shka kemi qëllimin ne, edhe televizioni i Prishtinës. Zotri Zenel, e kanë kuptue, një pjesë e madhe edhe kanë bërë shumë, edhe jenë kamuflue, kanë bërë gjërat mira, se mbajmen në radio televizionin e Prishtinës, redaktorët, ata që e kishin në shpinë, pushtetin e ato që i bënin presion, mos bëni shumë me qiftelia, mos bëni shumë me shqiptare, kështu. Ka pas momente kur na kanë thënë, bilem, o, bëni krejt, veç në Verhoxhen, mos e kënoni se na shtin burg të 2 panve. Por, edhe ata që na kanë jek, e kanë ditë, po s'mu ishin me nalë, na dhe e bëjshim, e kamuflojshim ka pak edhe mirë. Po shumë mirë e din që kur kemi dhonë në Kaçanik edhe në Frejzaj, gjithmonë mas koncertit në kanë marrë në pyetje. Në pyetje. Kujtohet edhe Haliteta ka qenë një orator në Deçan, në Shpresë Deçanit, po në televizion ka qenë Musa Tola, Halil Goqi, Indiri, edhe Musa Tola, Indiri, edhe... Ka plot shumë emra që po t'i filloj me i thonë, edhe unë i harroj e ju him borç, po... Ka qenë një plejat dhe tërë nga Deçani e Peja Gjakova që në redaksin, sidomos muzikës, kanë bërë shumë e të cilë duhet t'i bërë. Se dështë një koncert Ilir Shaqiri, Shaqir Hasi, në Glogovc, atëherë në Glogovc tash në Vushtëri, qëre nuk harrohen ato. Po në realitet, kush është Zenel Krasniqi para se të njihej nga opinioni si luftëtar dhe veprimtar kombëtar? Jam patriotat sa dhe ka patriota.
o fakt që kemi patriota, po ka dhe idealista. Idealistat nuk marrohen për mele, po lindin që ashtu edhe kanë me vdek idealista. Zenel Krasniqi është idealist. Po kë idealizmi Zenel Krasniqit ka një rënjë, vjen prej diku. Ka një rol, po kom hersh gjithmonë, që jem gafore, ka ne thojmë sekretet i majmë vetë vetën. Edhe fatkesisht që ku i kemi, edhe sot në Hagë, fatkesisht që me lavdata, me parakoshme, disa gjana ushtarake duhet në tjesin sekrete. Gjanat ushtarake kanë qenë sekrete, çdo një udhtim ushtarak edhe çdo një aktivitet që e kemi zhvillue, si në Kroaci, si në Kosovë, moja mend që po thotë Zenel Krasniqi, do t'jesin sekrete. Një ditë kur të shkojnë për atë vendin atje, besoj që dalin pastaj? Aty do të dalin. Po që ke sekrete? Po. A kime më qëndru sonte mos me t'in zjedhe? Disa do t'i diskutoj. Si filloi rruga juaj patriotike me grupet ilegale herët? Në vitin 1979 kom qenë në vitin e 4 të maturant në shkollë të mesme, unë kom banu 7 vjetë të din Mehmeti, në Gjakovë. Në Gjakovë ishe? Gjakovë. Shkollën e mesme kom kry në Gjakovë në Zhvedinij, profesore kisha Gjën Komunin. Gjën Komuni ishte për një familje patriotike, edhe nga babaj, edhe nga gjyshi, edhe nga tradita, edhe më ka hinje, të në herët më ka provokue një pash i sen boletinit, një pash boletini, edhe disha se jo kam... Se qka kishe, jeni boletinit? Unë jam një pash i sen boletinit, ali boletinit, tafil boletinit, da ali qëtash më vonë më ka dek. Të isnishit? Po, edhe isa boletinit, edhe gazmen boletinin e kom sad Mitrovic. Nana vinte prej asaj familje? Gjyll boletinia. Gjyll? Gjyll boletinia. Gjyll? Po. Po thu mirë shqip gjyll, me je pazon fund. Gjyll boletinia. Nana që, jetoj gjatë? Sa kom qenë burg ka vdek, të dishka vjetë, plakim ka vdek të 6 vjetë, shorë, sa kom qenë burg ka vdek, babë, non, vla, migj, gjithë. Mundëm i veç homazh mi u ba prej Eduard Trofikis. Nana dhe baba janë më të mirë të bodë, që të mënë, kur do që janë. Si erdi momenti që të shkoje në Kroaci? Se është gogja gjatë dhe të ta... Ko lem temen, aty u lidhë Gjën Komuni, mazlumasimja, formum treshi, ka qenë atërë, në 80-ën isha në shkollën e lartë, në gjuhë letërsi në Gjakovë. Aty Ismet Blakaj, edhe Ramiz Dermaku, Isa Grabanica nga Voqiterni, aty u formum një grupë, atër në ka përshkangjit edhe një vajzë, Cyme Cacaje, ka pas disa student, ty i prek në drejtim. Një grup ilegal? Po. Ilegalës? Në 83-ën plasën demonstratat. Në 81-ën demonstratat? Në 83-ën plasën demonstratat, por dojen tam Hasanin. Hasan boletinin e kisha me Ahlil Ahmetin në mushtisht e pëshën mësim. Edhe dytë ishin në lëvizje. Edhe Hasani edhe Ahlil Ahmeti. Të Uta Hadri ishin në Prishtinë. Edhe në 81-ën, para se me plas demonstratat në dhomën e të Uta Hadri ka shkrue parullat e demonstratave. Që i kini shpërnda ju pastaj, e? Ato se ne, a dikur shemi një shqiptarët, ne kemi një gjelozi, një nati individual, personal, edhe jemi shumë jo vlerësus për mi vlerësu njërës, e kam rësh që kanë punu në drejtime, po dikush ka punu, o koni papam, dikush o në zonë edhe ashtu ka shkue. Nuk ju zunë si grupë? Jo. Kushtimisht. Edhe vazhdu deri në cilin vetë kështu? Ma nëzun Ismetin, Ismet Blakën. Ismet Blakën? Po, ma nëzun Ismet Blakën Po, që nuk në zorja, ja? E kishim Homez Ibrahimin, edhe Homez Ibrahimi në televizje, treshi, ishë në pyetje por në shkollë të lartë. Por, ma bune pyetje për Kroaci.
Po, tash, Masi ta bona pyetjen, veç kalum të Kroacia, se janë do vite, me gjitha të prej 81 në Kroaci shkoni në cilin vit? Jere kom shu Kosovën 1985. Edhe kom dal ka Kroacia, se Kroat, shqiptarët që kanë, edhe Beogradi me lyp në sana si nuk i prekshin. Kom hija pet në Kosovë, në 89-ën, në demonstrata, me Fatmir Hotin, edhe me Shaban Qesten, me Islam e Bibin, po du më thonë me një grupë se i kemi akt akuzat, i kom ato dokumenti i kom nëzirë për i gjokate, ja rëtullum gjypin këtyne u të bashkëve se erdhen apo ditin demonstrata të policisë, edhe që atëre kom shu Kosovën total, edhe im shkuën në Stuttgart. Ku im shkuën në Stuttgart... 89-ën pastaj. Po. Po du më thonë, në 89-ën, u majtën demonstrata, du në kom shu Kosovën. Po, kishte plot... Po, por në 83-ën, sa ishim levizje, në atë ko me Frajedin Tafallarin, e pata quni student, një patën demen, me Emil Kastriotin, kemi kontaktuar. Ta keni vu kontakte? Po, me Frajedin Tafallari, Emil Kastriotin, këta janë... Këta kanë qenë veprimtar... Veprimtar të hershëm në Perëndim. Që organizonin demonstrata e besa... Beslidhjen. Kanë pru ka një herë dhe armatim këneje, ilegalisht. A diçka, une... Do t'ja ljo, sinqerisht ta thamë, për shumë gjana, kemi bagazhe, se cili ka bagazhet e veta, nuk o koha e duhur, momentalisht nuk o koha e duhur me qitë disa gjana. Tash shkovën Stuttgart, po Kroacia, tash vjen koha e fillimit luftës në Kroacia, po më herët shkovën në Kroacia. Mu më kanë mojtë në 89-ën veprimtarët Frajedin Tafallari, Emil Kastrioti, Islam Rafuna, kanë qenë Medi Laqi, Shaban Bobi, Shefqet Koca, Kol Merituri, kanë qenë veprimtarët që kanë qenë levizit... Këta idealistat që i kanë majtë... Këta idealistat... Djemë të ri që ndiqeshin nga Jugoslavia në përgjësia. Ata majtë, erdhe Ibrahim Rugova në Stuttgart, se ka qenë... Në vitin? 90? Vitin 1990, në fillim 90-ës. 90, po? Jeshi në ndeshmëri me Hafiz Gragicën. Ata shfiloj formimi i LDK-s. Hafiz Gragica është një djalosh patriot, një djalosh i levizjes, një djalosh që ka një bagazh historik, kombëtar, që unë besoj që trupi tine, edhe Sali Qeki, po, edhe... Këta emra. Po. Tash, qëfar, ishe në bashkëveprim ato? Bashkëveprim. Edhe Ibrahim Rugova isha pa punë. Më ka njoftë se 30 herë ka qenë konakt të unë në Unik, të plakë jam. Ish kryetari shkrimtarëve. Do më thëmë qështë njohje? Qështë ja. Tha, Zenel, ti kime më shku për Kroaci të Tom Berisha. Edhe ma dha një zarf. Tom Berisha ishte një profesor, po Tom ish Berisha ushtarak. ka qenë general ushtarak, a i ka qenë profesor. Edhe një profesor universitar. Ka dhonë sem edhe në Universitetin në Prishtinë. Ka pe Kroacije. Fakultetin teknik. Edhe komulltue e më shku të Tom Berisha, aty më ka prit Zef Kaçinari. Zef Kaçinari ka qenë boshti i levizjes. Në Kroacia. Baba i Tom Kaçinarit. Si knohet në kongën e Zagrebit. Po. Basa Zef ka qenë boshti i levizjes që shqiptarët që kanë shu Kosovën edhe kanë kalu kaj edhe janë shku për Amerikë. Janë drejtu ka përëndinë pastaj. Po, për Amerikë. A i ka qenë dynet konflenjë të Basa Zef, atër konflenjë të Basatom. Në Nanush më ka dhonë bukë. Zdia është gjallë në Nanush. Sëtë se Toma ka vdek, indjeri. Kemi shku mas 2-3 dite, kena shku të Zhmani. Aty jëmë maramatos, aty me leje zërtare, edhe jëmë dalë, jëmë taku me Jusuf Reizin. Edhe basa Jusuf okon nëtë, më ka një mu shumë Jusuf Reizi. Po, një marqarë që kanë qenë për shqiptarë, se qëllimi ishë në zarfë, që më kërëdhonë edhe Jadash Toms, ka qenë që me nëzirë krejtë që ka kanë qenë një në A. Shqiptarë, Djem Losha, në Zagreb, në Varazdin, edhe në Zagreb, Ton Marki, me Tom Berishën, me Shemsi Lokën, Bedri Lokën,
me Zef Kashinarin, kanë pjesë një pjesë e veprimtarëve, i kanë nxjerrë në Zagreb PNA-s. Ushtarët. Që të flasim. Do më thonë bëhet fjalë për ushtarët shqiptarë që ishin në armatën jugoslave. Delçin në qytet, edhe kontaktojshin, i bëjshin, kreti kim babo lidhjet, une e mora pjesën e Varazdinit, në Varazdin, në Kallniçki, si i thojnë kasarnes, në 15 maj, në Zhërtf, krejt edhe në Ptuj, ku ka qenë... Lidheshin këta dhe shkonin përëndim, iknin... Jo. Ne kemi punu, i kemi pas, se unë për Zhronie i mora 5 aparata janë dëvogjel kaq, me kasetat vogla. Edhe 2, në se cilin kasarne, ja u këmdhon ka një. Edhe kasetet ja u ingjizojsha situatën për jashtën, ja vepsha ku delshin qytet, po më ka një mu dhe i farë bashkimi o konë në sigurim të kasarneve. Për çka vlenin ta aparata? Ata aparata unë e ingjizojsha, janë për mu ingjizue. E kom ata aparata ta shkujtim. Diktafon atë çka kanë qenë? Diktafon. Ja, unë ja folësha situatën, ata ma ingjizojshin situatën mrena. Shka ka zijet mrena. Se kur erdh kuha, bashkë për me kërësit lufta, në Kroaci? Po, krejt shqiptarët i kanë qitë rreth telave, në Rova, edhe Maqedonët edhe Bosanast, e Serb mrena. Shqiptarët këshin qitë për punë që ku të gjujmë në Kroat, me i vra shqiptarët. Mirë, por nuk e dishin ata, se kanë ditë se qatë natë, si dëshim i rana kasarneve, na veç i kem babu danët hazër edhe e kem pa qelë mrejshën me Kroat, edhe i kemi nxjerrë shqiptarët. Kom nxjerrë edhe Maqedon, i kom dëshmitarët sot që... Kjo ka ndodhë ku në Varazdin, the? Varazdin. 400 shqiptarë. Zenel Kasniqi e kom me dokument, 400 shqiptarë, i kom marrë, i kom qunë Migjen të Gani Lipa. Në shoqatën Migjeni? Po, edhe aty ka qenë kryetar Gani Lipa në atë ko, edhe ka qenë Shefqet Stroci. Shefqet Kabashi. Po, që shkruan tani... E shkruj ka Republikën. Po du më thonë, kjo ka qenë një historiet, atër i kom dërzu, jom këthy, e kom nëzirë. Sefkuqin, ka qenë më Ptuj, tash është në ambasadë në Zagreb. Zenel, ka rëndësi puna që është bërë, tani detalet edhe emrat, dhe ishin shumë shqiptarë, po, këta shqiptarë, qëfar u bënë? Shkuan në përëndim, apo u bënë vullnetar në mbrojtje të Kroacisë më pas? Jo, një pjesë kanë pranu me najtë në luftën e Kroacisë. Me dëshirë tyne, vullnetare. Nuk ju keni bo presion? Ja, në baza vullnetare. Në baza vullnetare? Po, se unë e vish isha i aktivizumë. A ditë si më shku të gjmoni, unë isha... Ta që ishe i aktivizumë? Ishe një loj ushtaraku i Kroacisë? Ajo, ka qenë në Kallniçki Partizan, kur i kemi vesh, po du më thonë, ata që jënë shkue për diasporë, edhe ju kemë thonë, tolla, gjithë shka Kroacia, i thojnë krizën i shtabi civil. Shtabi krizës? Po, krizës. Ja u kanë thonë paret, ja u kanë thonë teshat, se unë i kom djem loshat sëtë. Po këta vullnetarët, e keni ditë do njëherë sa keni qenë vullnetarë të gjithë? 2800 shqiptarë kemi qenë vullnetarë. Vullnetarë? Po. Për lirinë e Kroacisë? Për lirinë e Kroacisë. Edhe mas interesanti ka qenë që Naim Malokin, edhe Naimin, Agim Qekin, Naim Malokin e kemi nëzirë në atë kohë, ju kemi qetë, se metën Naimi, Agim Qeki, krejt këta e prorë që jenë nëzirë në Kroaci, metën pa punë, e kam kuptën, rëllofshin shqiptarët e Zagrebit, e kash. Edhe Agim Qeki o inkuadru shumë mirë me Tuxmanin, shumë mirë o gjithë Agimi, edhe erdë në përfundim ish Gjeve Ladrovci, ishë me Gjeven, me Femin, me Bekimin, u takojshëm të Xhamia. Me Bekim Berishën? Po, u takojshëm aty, ka qenë si i ri Idris Bala, është satë këtu, Idrizi është një pikë e djalit, patriotës pikatin. është patriot, është djalesh, duhet me folë. Edhe ka qenë sabri, me Bekimin ka qenë i afërt edhe Sabri Hoxha. Flasim për 2800 shqiptarë.
tash këta 2800 shqiptar u futën në ombrellën e ushtrisë kroate, apo ishit të organizuar, kishin në një komand shqiptare, kështu diçka? Ja, grupin e Gospiqit është iniciator, po du më thonë iniciator që kanë qenë Agim Sheki, Naim Maloki. Naim Maloki është arpej Slovenia, o këthyë, Naim Maloki o këthyë... Ish oficer i dënuar me burg politik. Po, Naim Maloki o këthyë, ka qenë Agimi, Idrizi ka qenë i ri, Femia, Gjeva, ish Bekimi aty. Bekim Berisha, Po, se kemi qenë në qatë organizim Ton Marki, Ton Berisha, edhe u formu grupi e Gospiqit. Ata shku në nenej, une e Bekim Berisha dhe Tom Kashinari kena nejt ka Slavonia. Une isha në Varazdin. Ka Slavonia. Po, une isha në Varazdin, Bekimi ish në Sisak, në Komoran, qashtu i thujnë, si mduket. Po, në Sisak, mosu. Jo, është një vend pak për të Sisakit, edhe komanduse ka pas Ivica Pongjen. Bile ardhë më burg më ka pa Ivica Pongja dhe i kom shumë dokumente. Me Bekimin ishim në teren bashkë edhe Tom Kashinari. Ka Jasenovci anene. Tashi, këta 2800 vullnetar e vazhduan deri në fund të luftës, apo kishte ndonjëherë demobilizim që i lironit për shkak të kërkesave ose... Çdo një shqiptar e ka kalu 100 ditëshin aty, amo një pjesë kemi nejt ma gjatë. Një pjesë ma gjatë. Po, kemi nejt ma gjatë. Juve keni qëndru deri në fund të luftës? Jo deri në fund. A jo deri në fund? Jo deri në fund, ne e lëshum kur e murin qëndrimin për më shkua për Bosnja. Ka Bosnja dhenej, Rahim Ademi është legjend. Edhe Gotovina. Elshum. Elshut një pjesë? Elshum, edhe Bekimi, edhe Femia, edhe Gjeva, edhe dulem në Gjermani, se ne e kishim hallin, se ne kër imi shku në luft atje, imi shku më përgadit për Kosovë. Në gjitha mënyrat. Dhe më thamë, kjo ishte ideja, se këtu do dalim. Ideja ishte, po pregaditemi, kjo ka qenë ideja... Nëse 100 dit luft edhe shpëtojmë, në realitet po pregaditemi për luftën e Kosovës. Po sot është e Sat Qallaki, legjend, Tom Kashinari, Sabri Hoxha, është kemi edhe shumë shqiptarë që nësje Ganin, e kemi këtë Agim Bytyshin, Frejzajt, kemi shumë luftetarë. Ishin luftetarë këta? Pa, si masi e krynë atje, u këthyn luftën e Kosovës. Po une s'ko mujtë për atë arsye se për qitë punën që kesh në burga, po diti? Ja, ta shte burgu kina me ardhë, se po më shkon shpejt atje në... Tani, për plot emra, po kështu të veçantë më intereson, kur thuhet Fehmi Ladrovci, qëfar përfason për ty? Fehmi Ladrovci ishë burgosën politikë. Ata e din krejt kohë. E njoftë aty kur shkove në Kroaci, e? Me Femini me njoftë në Kroaci. Në Kroaci. Edhe me Gjeven, edhe... Se shumë të ashtojnë, adin jepin, unë të thëmë që jam i mbyllën. Fehmiu ishte luftetar, apo udhishte diçka nga? Fehmi, kur herë s'ka ngrejen në Baktarelluk, po ish luftetar, ishte legjend i gjallë. Si legjend, pas ta e shohin në luftën e Kosovës. Jo Femia, jo Gjeva, po me Femim, me Gjevë, me Agim Qek, me Naim Malok, me Sabri Hoxh, me Idris Bal, gjithë shka kanë qenë në Kroaci që e kanë kapë, pushën kanë qenë legjend. Legjenda mbesin. Sinqerisht. Në luftën e tyre për liri të Kosovës, po këtu po pregaditeshin. Sa bukur se në vazhdimësi i ke përmen. Shkuat në Gjermani, pastaj. U demobilizut në Kroaci dhe shkuat në Gjermani. Në Gjermani tash veç ishte vrulli, UÇK-ja kish dalë praktikisht. Në Kosovë ishin aksionet 93, 94, 95. Tash, në vitin, cilin vit shku Gjermani në vitin 90? Ne kemi dalë, unë kom dalë në vitin 1994. 94? 94. 94. Po.
dhe filloi aktiviteti. Po përgatiteshit për... Në Kallstru, jëmë paraqit në azil politik, ushtarët Salisheki, Peshtot, Gardet e më ka marrë edhe më kanë dhonë transferin në Neslingen, në Rajën Bare, afër Neslingenit, edhe peja se dite që kom shkue, nuk kom punu si tjërët në për Baushtelle Kutadi, po kom punu Ke fillu më marrë me aktivitet. me Hafiz Gargicën, me Zymer Lulin, me Salishekin, ka qenë Ali Shala, ka qenë Shaban Bobi, tonë që ti përmenda. Tashi, do më thonë të gjithë të përcaktuar për rezistencë. Po, ka qenë edhe një gjermonisht, Beatja, ka qenë Donika Gërvala, Donika ka qenë re, mos harroni se Donika në atë kohë ka bërë rezistencë, pa më parasysh unë Smirna me ka bërë rezistencë për Kosovë, shumë, në ato kohë në asyve. Vajza Jusuf Gërvalës, që fliste perfekt gjuhën gjermane, se kishë mbaru edhe shkollën gjermane, që fliste anglisht, që në për televizionën e emisione e tundke, do më thonë, që nivellet të larta si Gjingjishin e të tjertë, thjesht i vente për tokë, thjesht në kuptimin e debatit, por kur fillove të mendosh edhe të veprosh me UÇK-n? Me UÇK-n ne i kemi mirë njohjet edhe të gorile, se janë të gjana, ne im kërkoj falje, janë të gjana që i kemi në barë dhe në zezë, edhe nuk do t'i qesim, nuk o koha. Okej, në regull, po... Vetëm du me thonë që mos harro, të burgosnit politik, nisjen edhe më demashin legjendën e kombit, që jetën në burg. Kur themi të burgosurit politik, çka përfaqësojnë për ty ata? Ata janë engjëjt e Zenel Krasniqit. Engjëjt edhe të lirisë? Ata janë engjëjt e lirisë. Janë ratë burgosnit politik, që i kanë leon kleskat në përburgje, edhe pej ty në o dalë ushtria shlemtare. Qa do, pikrisht, do thotë për ty, ishin ata që vazhdojnë me kultivu ndjenjen kombëtare, se ne lirin do të fitoj me çdo kusht, qoftë edhe me luftë. Po, pikrisht për të thëmë, Azem Sylla, për Zenel Krasniqin është legjenda i legjendave, që nga një historiat, që nga gjarët e teta, me Sadik Zenelin, Zenel Sadikin, e babaj. Zenel Sadiki i babaj ka qenë kulmatori i asaj rrethine i lëvizjes. Edhe, du me të pilidhi, ma Azem Syllin që para 2 dite në shpi, Zenel Sadikit, onu plaka nga shtabi i ushtrisë shlemtare për kontributin e Zenel Sadikit që e ka dhonë, a i ka qenë mësus. Por Azem Sylla ka qenë i lidhun me Zenel Sadikin. Edhe Azem Sylla ka qenë mësus. Po. Edhe i kam mësu në zanësat e vetë, e ka vëthejsh demonstratat të të mje, ka ra në burg e kështu. Punë shetë se kem Hajdar Sadrin, A do me thonë... Hasan Sadrin. Me rrefe historinë tonë, Zenel, se historinë atyre do të në rrefejnë, ata dhe do të rrefejnë edhe ne. Do me thonë, të burgosurit politik për ty ishin ata i thjesht mbëltusit në mendje të ides për liri, deri në pavarësi, po nëse dohet edhe me luftë. Se, tashi, në Kroaci je plagosur. Po. 1 apo 2 herë? 2 herë. 2 herë. Edhe mbjetove. Po. Tash në realitet ishte i plagosur, ishtë bo dhe një farmoshe, dhe vjen lufta e Kosovës. Qëre, në Kroaci... Në luftën e Kosovës, si e ingrani? Në Kroaci, në vitin 1991, muajin e 11, i kom dhonë 2 intervista, një me mask, një pa mask, kundaj Miloševićit edhe Arkanit. Edhe njënik më kanë shkatru familjen. Janë ardhë 20 specialse për Beogradit, plakin më kanë shtinë burg në Dubrau, një vlla kom pas mjek malen, e kanë shu shpin, gruja më ka i ka nevesh, po tu më thonë, u bon shumë drama. Gruja ka shku në Perëndim, apo? Jo, ka dalë të familja vetë në Tuzë. A në Tuzë, në Maldëzi? Po. Me të cilin i ke fëmijët? E kom pas ideal sot se kam. Do të flasim edhe për këtë që. Kur erdhe në UÇK? Unë në UÇK jam i aktivizuar në 79-ës. Absolutisht. Çdo një i lëvizjes. Se UÇK-ja rënjet i ka që në luftën e Skënderbeut, po. UÇK-ja o formu qek ditën e parë kur ra Adem Demashi në burg. E sa vjet i ka majt, UÇK-ja ku në formume. E në vazhdimësi.
në vazhdimësi. E ke takua Adem Demoqin? Shqyr, Adem Demoqi mu më ka konë vizitë në Sisak. Ka qenë vizit ku? Në shtëpi? Apo Ja në Burg. kur ishte në Burg në Kroaci? Edhe Vladen, drejtorin e kish pas referent. Edhe si shka i bas Ademra, me ti pas shpirti e lavdi i qoftë, Vlada ju tha polizve që le diren, me se jam shelni dhe të shkon në librari, asi se ja kish dhonë do këshilla. Se do të vim tek ajo. Ne kemi shumë, jemi gjeloza e këmësh. Adem Demoqi, Gjurë Prejicën e Marko Veselica kanë qenë në Burg, edhe Sheksi kanë qenë në Burg me Adem Demoqin. Unë 6 muaj kom banu të Vlada, që ka qenë edhe ky Marko Veselica. Ka qenë kundërshtar i Jugosllavisë komuniste. Dy vllazën. Te Marko Veselica më ka marrë e kumbanu të Marki, Jusuf Reizi te ky dësh. Ndul, Gjurë Perica. Zanel, ka bëjmë të një